Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Sonte universi dërgon sinjal. 4 shenja hyjnë në një periudhë të re suksesi. Sonte universi nuk hesht por dërgon një sinjal të qartë, të fortë dhe të pamohueshëm. Është ajo lloj energjie që ndihet në ajër, që trazojnë mendimet, që sjell ndjesinë se diçka po ndryshon dhe se një cikël po mbyllet për t'i lënë vend një tjetri shumë më të fuqishëm. Kjo mbrëmje shënon një pikë kthese, një moment ku fati fillon të lëviz në mënyrë të drejtë për drejtë. Ky sinjal nuk vjen rastësisht. Vjen pas një periudhe pritjeje, pas lodhjes, pas dyshimeve dhe pas përpjekjeve që shumë kush I ka bërë në heshtje. Sonte universi ndes dritën jeshile për ata që janë gati të hyjnë në një periudhë të re suksesi. Një fazë ku gjërat nuk ecin më me vështirësi, ku pengesat fillojnë të zhduken dhe rrugët hapen pa paralajmërim. Për 4 shenja të zgjedhura, kjo mbrëmje shënon fillimin e një kapitulli të ri. Një kapitull ku suksesi nuk është më thjesht dëshirë, por bëhet realitet I prekshëm. Mund të nis me një ndjesi të fortë, një lajm, një ide, një takim ose një vendim të brendshëm që ndryshon gjithçka. Energjia e universit punon në prapaskend dhe I vendos gjërat në vendin e duhur, në kohën e duhur. Kjo periudhë e re suksesi nuk lidhet vetëm me një fushë të vetme. Ajo prek karrierën, paratë, vetbesimin dhe drejtimin e jetës. Është koha kur shenjat e zgjedhura ndihen më të qarta, më të sigurta dhe më të lidhura me qëllimin e tyre. Çdo hap I bërë tani ka peshë dhe sjell rezultat. Në këtë video do të zbulojmë cilat janë 4 shenjat që sonte marrin sinjalin e universit dhe hyjnë në këtë periudhë të re suksesi. Qëndroni deri në fund, sepse ky mesazh mund të jetë pikërisht për ju dhe kjo mbrëmje mund të jetë fillimi I diçkaje shumë më të madhe. Luani. Sonte universi I dërgon luanit një sinjal shumë të fortë. Është koha për të dalë në dritë. Kjo shenjë ka kaluar një periudhë ku është ndjerë e nënvlerësuar ose e bllokuar, por kjo mbrëmje shënon kthesën. Një ide, një lajm, një mesazh ose thjesht një ndjesi e brendshme e shtyn luanin të veprojë ndryshe. Këtu nis periudha e re e suksesit. Në ditët që vijnë, luani fiton më shumë besim, merr vëmendje, mbështetje dhe mundësi konkrete për të ngritur profesionalisht ose financiarisht. Universi po I thot qartë, mos u fshin më, sepse suksesi yt ka ardhur në kohën e duhur. Akrepi. Për akrepin, sinjali I universit sonte është transformues. Kjo shenjë ka mbajtur brenda shumë gjëra, ka duruar dhe ka bërë lëvizje në heshtje. Sonte, energjia ndryshon drejtim dhe hap një periudhë të re ku kontrolli rikthehet në duart tuaja. Suksesi për akrepin nis nga një vendim I brendshëm, mbyllja e një kapitulli dhe hapja e një rruge të re. Financiarisht dhe profesionalisht, gjërat fillojnë të ecin më shpejt. Një mundësi që dukej e largët fillon të marrë formë. Universi po ju shtyn drejt fuqisë suaj maksimale. Britsjapi. Sonte, universi I dërgon britsjapit sinjalin që e priste prej kohësh, vazhdo, sepse po funksionon. Kjo shenjë hyn në një periudhë të re suksesi të ndërtuar mbi punë, disiplinë dhe vendime të mençura. Nga kjo mbrëmje e tutje, britsjapi fillon të shohë rezultatet konkrete të përpjekjeve të tij. Mundësi për rritje, stabilitet financiar dhe avancim shfaqen njëra pas tjetrës. Kjo është një fazë ku suksesi nuk vjen me zhurmë, por me siguri dhe qëndrueshmëri. Universi ju mbështet fort. Peshorja. Peshorja merr sonte një sinjal qartësie. Një periudhë konfuzioni ose pasigurie mbyllet dhe nis një kapitull I ri më I ekuilibruar dhe më I suksesshëm. Universi ju ndihmon të shihni drejtimin e duhur dhe të bëni zgjedhje që sjellin përfitime afatgjata. Suksesi për peshoren lidhet me marrëveshje, bashkëpunime, komunikim dhe vendime që vendosin rregull në jetën tuaj. Nga sonte, gjërat fillojnë të rreshtohen dhe ju ndiheni më të sigurt për rrugën që po ndiqni. Sonte, universi e dërgoi sinjalin e tij dhe për këto shenja fillon zyrtarisht periudha e re e suksesit. Kur një cikël mbyllet dhe një tjetër hapet, asgjë nuk ndodh rastësisht. Energjia tashmë është në lëvizje dhe çdo hap I bërë nga ky moment ka forcën të ndryshojë drejtimin e jetës. Nëse e ndjeve këtë sinjal, nëse e ndjen që diçka e re po nis edhe për ty, mos e injoro këtë thirrje. Abonohu në kanal, sepse këto ditë universi flet shpesh dhe mesazhet që vijnë janë vendimtare.
Këtu do të gjesh paralajmërimet, sinjalet dhe periudhat që të ndihmojnë të kuptosh kur është momenti yt për të vepruar. Ky është vetëm fillimi. Suksesi ka nisur të trokas dhe për ata që janë gati ta dëgjojnë, rruga sapo është hapur.